Shikues të nderuar, përshëndetje. Sot ju përshëndesim nga një ambient të plot ngjyra dhe aromë lulesh. Ju përshëndesim nga butiku Celeste në Podgoricë. Një hapësirë ku kreativiteti dhe emocioni takohen çdo ditë përmes buqeteve dhe aranxhimeve që përcjellin mesazhe të veçanta. Pas këtij butiku qëndron një histori përkushtimi, pune dhe visioni, rrugtimi i një grue që ka kthyer pasionin për lulet në një biznes të suksesshëm. Në këtë bisedë do të ndalemi tek fillimet, sidet, tek bukuria e profesionit dhe planet për të ardhmen, duke zbuluar se si nga një ide lind një brand që sot lidhet me momente gëzimi, surpriza dhe kujtime të bukura për shumë njerëz. Me ne sot është pronarja e butikut të Celeste, Vanja Camajt, e cilën dua ta falenderoj shumë që ka pranuar ftesën e televizionit Bojën dhe na keni mirëpritur këtu në ambientet toja. Përshëndetje të gjithëve, shumë faleminderit për ftesën, është një kënaqësi e imja dhe përshëndes të gjithë të shikuesit të televizionit Bojën. Atëherë të mësojmë se si ka filluar ky rrugtim për ju dhe pse pikërisht lulet. Atëherë, rrugëtimi im me lulet nisi shumë kohë më parë, si një dashuri e natyrshme. Unë fillova të kujdesesha për lulet, t'i kultivoja ato dhe dal nga dal e kuptova që dashuria për lule nuk ishte thjesht një gjë që më pëlqente, por ishte një gjë që mua më plotësonte. Dhe pse pikërisht lulet, sepse lulet janë ato që japin emocione shumë të bukura dhe zgjolla lulet sepse përmes luleve e ndjej që mund të jap shumë dashuri dhe përkujdesje. Mirë, po e mbani mend se kur e keni vendos ta hapni butikun? Po, patjetër që e mbaj mend, bashkë me bashkëpunuesen time Majën, kemi vendosur ta hapim butikun me datë 8 shkurt të 2021-shit. Ishte një vendim shumë i pritur. Neve kishim muaj që kulumtonin për tregun e Malit Zi, çfarë mungonte, çfarë risie duhet të sillnim dhe pas shumë përpjekjeve tona gjetëm të gjitha kontaktet dhe informacionet e duhura dhe vendosëm që ta hapnim, siç thashëm në shkurt. Biznesi në fillim u bazua vetëm online. Të them të vërtetën, kishim pak frikë të shikonim si do pranonin njerëzit diçka të re. Ishim mësuar me gjëra që pak a shumë të njëjta gjithandej dhe siç thonë për gjërat të mëdha ndonjëherë njerëzit edhe kanë frikë të provojnë. Ne e morëm guximin dhe doli i suksesshëm. 2 vjet më vonë, pas që punuam ashtu siç duhet dhe ishim sigurna në vetvete, vendosëm që të hapim butikun ton fizik në Podgoricë, në qendër të Podgoricës dhe me datë 9 janar të 2023-shit, Celeste Flower Boutique u bë një nga lulishtet më të bukura në qendër të Podgoricës. Çfarë dallon këtë lulishte në dallim të thotë në krahasim me lulishtet e tjera këtu në Podgoricë? Të them të vërtetën, secili florist ka qasjen e vet. Ajo që neve na dallon është qasja personale, është freskia dhe cilësia e luleve, është komunikimi i ndjeshëm me klientët tanë dhe po ashtu estetika jonë unike. Pikërisht në bazë të estetikës edhe lulishtja e ka një slogan që quhet unik ashtu si ju dhe mendoj se çdo njeri e ka të unicitetin në vetvete dhe mendoj që secili duhet të marrë diçka po aq unikësia siç është ai vetë. Një mesazh shumë i bukur. Po, si do të përshkruanit identitetin ose shpirtin e Celeste me pak fjalë? Atëherë do e përshkruaja me bukuri, dashuri dhe pasion në çdo lule. Po sa rëndësi ka atmosfera dhe prezantimi vizual brenda butikut për klientët? Shohim që më të vërtetë duket shumë bukur. Atmosfera dhe prezantimi vizual është shumë i rëndësishëm. Celeste është një butik ku çdo vizitë bëhet e bukur dhe frymëzuese. Mirë, atëherë Vanja, të mësojmë cilat janë shërbimet kryesore që ju ofroni këto? Shërbimet që ne ofrojmë janë buqetat dhe aranxhimet personalizuara. Janë dekorime të shumë lloj organizimesh, siç janë dasmat, organizime korporative,
korporative, ditëlindje e të tjera. Gjithashtu ofrojmë aranzhime me lule të thata ose të dehidruara, të cilat me metodë speciale thahen dhe kohëgjatja tyre është 3 deri në 5 vjet. Gjithashtu ofrojmë shërbimin në dorëzim ose delivery në të gjitha qytetet e Malit të Zi. Dua të theksoj që ne si butik nuk kemi çmime fikse, gjithmonë mundohemi të përshtatemi diku edhe buxhetit të klientit dhe të bëjmë një aranzhim që i përshtatet mundësisë edhe qejfit të tij. Dua të theksoj gjithashtu që kemi edhe klientë që nuk jetojnë në Malë të Zi, domethënë jashtë vendit. Ata zakonisht pagesën e bëjnë nëpërmjet Glovo, MoneyGram, Western Union ose Ria Transfer. Gjithashtu kam qejf të them se nga që unë vetë jetoj në Malësi, për adhetarët tanë kemi gjithmonë zbritje dhe delivery gjithmonë bëhet falas. Nuk është një lajm shumë i mirë, po përmendet që gjithashtu keni porositje nga jashtë vendi i Malit të Zi. Ka porositë të shumta, ka të interesuar? Po, ka shumë të interesuar. Besoj se të gjithë e kanë kuptuar atë unicitetin edhe estetikën tonë dhe kemi shumë kërkesa që vijnë nga jashtë shtetit. Më gëzon ky fakt, po sa kohë zakonisht ju duhet për me të përgatitni një aranzhim special? Koha për të përgatitur një aranzhim special varet gjithmonë nga kompleksiteti i dëshirës së klientit çfarë don. Në qoftë se është diçka e vogël, normal shkon më pak kohë, por në qoftë se është diçka e madhe, do kohën e vet për ta përgatitur. Dhe atë që unë dua të them dhe me gjithë zemër e them se qoftë një aranzhim i vogël ose një aranzhim i madh, secili bëhet me shumë dashuri dhe shumë përkujdesje nga ana jonë. Kjo është ajo kryesorja. Por Vanja, ju gjithashtu merreni me dekorime eventesh dhe dasmash. Sa siduese është përgatitja e një dekorimi të madh për një dasëm krahasuar me një buket të thjeshtë? Sfida ekziston tek të dyja. Por gjithsesi është shumë më kollaj ta bësh një buqet ku vetëm i kompozon lule. Edhe pse pra po them përgatitet me shumë përkujdesje, por dasmat kanë atë sfide në vete, e cila ty të bën të mendosh për secilin detaj. Domethënë, qoftë nga ndriçimi, qoftë nga era, nëse është diku jashtë. Ndonjëherë, edhe pse çdo gjë planifikohet siç duhet, koha dhe hapësira nuk na e lejon ta bëjmë atë siç duhet dhe gjithmonë duhet të kesh një plan B për çdo dasëm ose çdo lloj organizimi tjetër që organizojmë. Dhe kur filluat të merreni me dekorime dasmash? Atëherë, ne po të njëjtin vit filluam edhe me dekorime dasmash. Njerëzit, më saktë të them, vajza që na kontaktoi ishte shumë e kënaqur me buqetat që blinte tek neve dhe si pasojë e saj na kontaktoi dhe na tha, do donit të merreshit me organizimin e dasmës tonë. Ishte një lajm që nuk e pritëm, ndodhi shumë shpejt, nuk ishim përgatitur, pak na kapi ajo frika, emocionet, por i tham vetes do i japim forcë dhe çdo gjë do shkojë ashtu si duhet. Dhe në fakt ashtu doli, po. Mirë, çfarë është ajo që çiftet kërkojnë më shumë, atë stilin klasik apo modern? Ka nga ata që dojnë edhe klasikun edhe modernin, por gjithmonë varet nga vendi ku ata e bëjnë dasmën. Në qoftë se dasma bëhet në një hotel luksoz ose në një vilë historike, gjithmonë dekorimi janon nga klasikja. Por në qoftë se dasma bëhet në plazh ose në vende të ndryshme natyrore, preferohet shumë modernja dhe është dekorimi ai pak më minimalist, por i theksuar dhe ndonjëherë me detaje më të theksuara, po. Dhe ku më shumë do të keni dekoruar gjatë këtyre viteve? Çiftet zakonisht kërkojnë një kombinim të elegancës klasike dhe elementeve moderne. Në hotele luksoze ose vila historike preferojnë dekor klasik, ndërsa në plazhe apo ambiente natyrore kërkojnë linja më minimaliste dhe akcente moderne. Atë çfarë unë gjithmonë sugjeroj çifteve është që edhe pse frymëzohen nga dekorimet që shohin në internet, të zgjedhin një detaj ose element që i përfaqëson ata si çift.
Mund të jetë një ngjyrë e veçantë, një lule e preferuar apo një aksesor i vogël me kuptim personal. Gjithashtu, dua të them se ofrojmë shërbimin e planifikuesit të dasmave ose wedding planner, duke u udhëhequr çiftin në çdo detaj të tyre. Aktualisht kemi bërë partneritete me shumë hotele në Maltëzi, siç janë The Chedi Hotel, që ndodhet në Lushtica, Regent Hotel, Porto Montenegro, Katero Hotel në Kotor, Giardino në Perast, Gallia Beach në Budva, Mashtra në Uqin, Bullfenia në Kollashin, edhe të tjerat. Një dasëm kërkon planifikim të hollshëm, koordinim me hapësirën, tematikën dhe dëshirat e çiftit, si dhe kujdes për çdo detaj, nga tryeza, qendra dekorative, aranzhimi i luleve deri te atmosfera e përgjithshme. Dhe kjo është ajo që neve i ofrojmë klientëve. Si e përshkruani stilin estetik të buqeteve që krijoni? Buketat tonë kombinohen me elegancën klasike të Francës dhe e ndërthurur me teknika moderne të trendit. Pse Franca? Sepse Franca është e njohur për elegancën e saj, ndërsa ato modernën jemi bazuar më shumë nga ana e Rusisë, sepse Rusia për momentin është forca më e madhe e luleve dhe në qoftë se në Holland për shembull bëhen ose rriten, kultivohen 100% i luleve, 70% e luleve i shkon në Rusisë. Janë adhurues shumë të luleve dhe mundohemi pak a shumë deri diku t'i përshtatemi dhe estetikës së tyre, sepse vërtet i bëjnë shumë të bukura. Interesante edhe kjo. Po sa rëndësi ka kreativiteti në këtë profesion? Nuk është besoja që le të kesh një butik, ta hapësh dhe të merresh me lule. Don të ketë një kreativitet në vete. Kreativiteti është shumë i rëndësishëm, sepse në natyrë ekzistojnë lulet në format e tyre, por mënyra se si ti do e bësh buqeten varet pikërisht nga i kreativiteti që ti mban në vete. Dhe prandaj mund të them se është thelbësori në këtë punë. Nuk duhet të bërë, në qoftë se bën diçka të bukur, duhet ta kesh brenda vetes, ta shfaqësh atë si duhet. Po, a punoni më shumë me lule sezoni apo bashkëpunoni edhe me furnitor nga jashtë vendit? Zakonisht punoj me lule sezoni. Sepse lulet sezonale kanë freskinë dhe cilësinë shumë më të mirë se sa ajo lule që kultivohet diku jashtë shtetit. Por gjithashtu, sepse edhe puna ty të bën që duhet të kesh furnizues të tjerë, sepse ke kërkesa nga lloj-llojshme dhe kemi shumë kontakte me furnizues jashtë shtetit në Holland aktualisht, që na bëjnë dhe na mundsojnë varietetin e luleve nga ato që nuk rriten në Maltëzi, por jashtë Malit si. A ka ndryshuar diçka në preferencët e klientëve kohët e fundit? Çfarë është ajo që ata kërkojnë më së shumti? Në qoftë se dikur trëndafili i kuq ka qenë bazik ose trëndafili i bardhë, tani mund të them me plot bindje që kërkesat kanë filluar të ndryshojnë. Njerëzit dojnë shumë lule të ndryshme, lule unike, në bazë të cilës edhe deri diku e tregojnë atë emocionin e vet. Për momentin kemi shumë varietete të luleve dhe ato çfarë njerëzit më shumë kërkojnë janë lule bor, peonis, ranunculus, po ashtu edhe tulipanet. Janë një nga lulet që janë të preferuara dhe gjithmonë kërkohen, qofshin në stin apo jo. Po a keni klient të rregull që kthehen shpesh për dhurata familjare? Patjetër që po, kemi shumë klient të rregullt dhe që gjithmonë na kthehen me gëzim, ndonjëherë mjafton vetëm një telefonat, na thot arsyet dhe e dinë, thonë ja u lëm juve në dorë, merruni juve me çdo gjë. Dhe ajo që më bën mua shumë krenare është që ata njerëz të cilët marrin dhurata, pikërisht lulet nga dyqani jon, janë po ata njerëz që vinë të nesërm dhe bëjnë porosin për dikë tjetër. Dhe fal kësaj, numri i klientëve tonë shtohet për çdo ditë. Më mirë. Po sa ndikojnë rrjetet sociale në zgjedhjen e stilit të buqeteve apo promovimin e asaj se çfarë ju bëni?
Rrjetet sociale janë bërë thelbësore për momentin. Çdo gjë që bëhet e para reklamohet në rrjetet sociale, pastaj diku tjetër. Për biznesin ton është shumë i rëndësishëm, është mund të them edhe baza ku ne kemi filluar dhe si biznes, siç e thash edhe më përpara, në bazë të rrjeteve sociale dhe u bë mundësia edhe e dyqanit fizik. Në rrjetet sociale neve gjithmonë e promovojmë punën tonë dhe mund të them që kemi shumë përkrahje, një feedback shumë të madh nga ndjekësit tanë. Po është të vështirë të menaxhoni edhe këtë pjesë. Don shumë kohë, të them të vërtetën, don shumë kohë dhe shumë përkushtim dhe shumë dashuri. Duhet të dish se çfarë don, duhet të jesh deri diku unik në atë çfarë je, si gjithmonë. Mi, Vanja, po cila ka qenë porosia më e veçantë ose të them më kreative që keni realizuar ndonjëherë, cilën do e veçoni? Porosit më të veçanta që kemi realizuar zakonisht lidhen me dashurinë, si propozime për martesë, surpriza romantike për ditëlindje edhe të tjera. Po, a ju ka ndodhur ndonjë situatë emocionale që ju ka mbetur në mendje përmes një buketi? Ka shumë momente emocionale, por unë personalisht do të veçoja kur si nën që jam, kur i shoh fëmijët që vinë të blejnë lule për nënët e tyre. Ata i zgjedhin me aq shumë dashuri ato lule dhe janë aq shumë të emocionuar sa edhe unë e përjetoj atë ndjesie jo më nënat e tyre. Po sal rol luan komunikimi me klientin për të kuptuar atë emocionin që ai don të përcjell? Komunikimi me klientin është thelbësor. Në bazë të komunikimit ne dim se çfarë ai don dhe çfarë ai don të përcjelli te personi tjetër i cili pranon dhuratën ose lulet. Gjithmonë mundohemi të jemi sa më të kuptueshëm, të flasim për detajet cilat ata i duan apo jo, edhe të pyesim për preferencat e personit, çfarë kanë qejf, sa vjeç është, diçka më shumë për personin i cili merr dhuratën nga klienti jon. Është më vështirë të krijosh një buket luksoz apo një të thjeshtë por domethënëse? Por unë do thoja të dyja, pak a shumë. Sepse kur e bën diçka që don të jetë perfekte, qoftë ajo e vogël ose e madhe, i përkushtohesh me gjithë fuqi edhe me gjithë emocion. Normal që të mëdhajat kanë atë sfidën e vet, kompleksitetin e tyre, por edhe ato të voglat po ashtu, po nuk i bëre me dashuri, nuk quhet dhuratë, kështu që të dyja janë të ndërthurur. Po, me qenë se jemi në prag të festës së Shën Valentinit, sa rëndësishme është kjo festë për një butik lulesh? Për një butik lulesh është një nga festat më të rëndësishme, sepse në bazë të luleve, lulet flasin gjuhën e dashurisë në këto festa. Po, cilat janë ato lulet më të kërkuara për këtë ditë? Për Shën Valentinin, si gjithmonë, trëndafili i kuq është ai baziku, është klasiku. Dhe pothuajse 70% e klientëve janë ata që marrin trëndafilat kuqe. Kohët e fundit, mund të them ndoshta 2 vjet e fundit, ndoshta edhe ndikimi i rrjeteve sociale, postimet e ndryshme nga influencerat të ndryshëm, këto kërkesa kanë filluar të ndryshojnë. Tani kemi shumë kërkesa edhe për peonis, edhe për ranunculus, shumë për tulipana, sepse është edhe në sezonin e tulipanëve, kështu që preferencat kanë filluar të ndryshojnë goxha në kohët e fundit. Kështu që do të ketë aranxhime apo oferta speciale për çiftet në këtë ditë? Po, patjetër që po, ne gjithmonë bëjmë aranxhime speciale dhe oferta speciale për çiftet. Gjithashtu kemi dhe bashkëpunime me Le Petit, e cila bëjnë torta shumë të bukura dhe shumë dekorative, edhe me Victoria's Desert, e cila bën makaronës më të mira në Maltëzi. Ato të gjitha mund t'i gjeni në butikun ton, ditën e Shën Valentinit, dhe të përzillni çfarë juve ju pëlqehet. Po, mirë, atëherë duhet të di se si e shihni Celeste në të ardhmen. Celeste nisi si një gjë e vogël, por me një plan shumë të madh. Dhe ai është që të bëhet brand në botën e luleve.
kemi shumë plane, kemi shumë ëndra dhe jemi duke u munduar që hap pas hapi të realizojmë ato. Mendojmë së shpejti të ofrojmë një gamë të madhe produkteve tona, risi shumë të mëdhaja, dhe po ashtu mendojmë edhe një zgjerim në Bregdetin e Malit të Zi. Për momentin besoj se jemi në hapat e duhura, kështu që mendim Zotit çdo gjë do bëhet ashtu siç është planifikruar. Shumë suksese në këtë pjesë. Po çfarë do të dëshironi që klientët të ndjejnë kur dalin nga Celeste dhe pas shumë vitesh? Do të doja që klientët tanë të ndjejnë lumturinë, ngrohtësi dhe përkujdesje. Dhe do doja që të ndiheshin gjithmonë të mirëpritur dhe të ktheheshin gjithmonë me emocione të bukura te ne. Atëherë Vanja, besoj se gjithë biseda ishte frymëzuese, duke filluar edhe nga vetë ky ambient që të frymëzon, por dua një mesazh për vajzat dhe gratë që duan të nisin një biznes të tyre. Atëherë, një mesazh për vajzat dhe gratë që duan të nisin bizneset e tyre është që të besojnë në vete, në instinktet e tyre, të mundohen fort, të investojnë në ato çfarë ata duan, të investojnë në vete, qoftë nga ana profesionale si edhe ajo shpirtërore, të mbushen me durim, sepse çdo gjë e madhe don kohën e vet. Kështu që ndoshta ndonjëherë nuk do ecet me hapa të mëdha siç e ndon që do eci. Ndoshta do eci me hapa të vogla, por rëndësia ka që sa do i vogël është ai hap, është një hap i madh për të ardhmen tuaj. Po çfarë do të thoni atyre që ende nuk e kanë vizituar Celeste? E janë në Celeste dhe lejoni që lulet të flasin me emocionet e veçanta. Dhe për fund, si një femër e suksesshme, çfarë do të thotë për ju suksesi? Është më shumë një arritje profesionale apo kënaqësi që u jepni klientëve? Për mua, personalisht, suksesi nuk matet me arritjen time profesionale, por matet me kënaqësinë dhe emocionet që japim klientëve. Kur e shoh që një buqet ose një dekorim sjell lumturi te klientët e mi, ndihem shumë e gëzuar dhe emocionuar dhe kjo është pjesa më e madhe e suksesit tim. Atëherë ne më të vërtet urojmë që kështu t'ju shohim edhe për shumë vitet e tjera. Më mbetet gjithashtu t'ju falenderoj shumë për kohën, për mikpritjen dhe për këtë bisedë kaq të këndshme. Ju urojmë shumë suksese në vazhdim dhe shumë momente të bukura që do t'i përcjellni përmes luljeve. Shumë faleminderit nga zemra dhe unë juve uroj çdo të mirë. Atëherë shikues të nderuar, ju përshëndesim edhe ju nga butiku Celeste. Ju falenderoj për vëmendjen dhe vazhdoni të qëndroni me programin e televizionit Bojnë, por duke u lënë në shoqërimin e këtyre pamjeve dhe luljeve që ju frymëzojnë. Mirupafshim në emisione tjera.